Një operacion i mirë organizuar i policisë së Tiranës ka çuar në arrestimin e 2 shtetasve, të cilët qarkullonin me armë zjarri dhe lëndë narkotike në një automjet në rrugën Alidemi. Autoritetet kanë njoftuar se gjatë kontrollit automjetit dhe banesës së njërit prej të arrestuarve, janë gjetur dhe sekuestruar një sasi të konsiderueshme droge, një armë zjarri, pistoletë dhe municione, si dhe disa peshore elektronike të përdorura për matjen e sasive të lëndëve narkotike. Operacioni policor i koduar Checkpoint, i realizuar në shërbimet e komisariatit të policisë numër 1, ka qenë pjesë e një strategjie të gjerë të forcimit të kontrolleve për kapjen e personave në kërkim dhe atyre që qarkullojnë me armë ose lëndë narkotike. Ky aksion është mbështetur nga informacione të sigurta nga inteligjenca policore dhe ka përfshirë masa të shpejta dhe efikase për ndalimin e personave të dyshuar. Shtetasi Krisalt Kundargji, 38 vjeç banues në Tiranë, është arrestuar për akuzat e prodhimit dhe mbajtjes pa leje të armëve shpërthyese dhe municionit, si dhe prodhimi dhe shitja e narkotikëve. Gjatë kontrollit automjetit të tij dhe më pas në banesën e tij, autoritetet kanë zbuluar një pistolet, municione luftarake, 304 gram kokainë, 131 tableta ekstazi, si dhe 3 peshore elektronike të cilat përdoren për matjen e sasive të lëndëve narkotike. Po ashtu, janë gjetur edhe pjesë të armëve që dyshohet se mund të ishin në proces montimi. I arrestuari Krisalt Kundargji është i njohur për policinë dhe i arrestuar më parë për të njëjtat vepra penale. Në vitin 2016 ai u arrestua nga policia e Tiranës bashkë me të fortin e Myslim Shyrit Gjergj Cukalin. Veç Cukalit, policia arrestoi dhe Artur Tarjen, Muharrem Kullushin, Vjolca Gjokën, Gentian Balliun, Armand Gjokën e Krisalt Kundargjiun. Pasagjeri i automjetit shtetasi Jurgen Kovaçi, 34 vjeç, gjithashtu banues në Tiranë, është arrestuar për akuzat e moskallëzimit të krimit, pasi dyshohet se nuk ka denoncuar aktivitetet kriminale të bashkëpunëtorit të tij. Në përfundim të veprimeve, janë sekuestruar një sasi prej 304 gram lëndë narkotike kokainë, rreth 131 tableta ekstazi, 3 peshore elektronike dhe automjeti që ata po përdornin për aktivitetin e tyre kriminal. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme.